Përshëndetje, punime gipsi. Çunat ta morin nga zero dhe ta kthejnë këtë lloj gjendje. Shifi çik si apo këtu. Shifi çik ça bukurie, ça pastërtie si lart dhe poshtë. Atëherë, punime gipsi, ja morin nga zero. Bëjmë montim gipsi. Kemi arkitektin e gjithçka. Nuk keni nevojë jo po ta marr arkitektin o këtu jo po ky jo po ai. Zero vlla. Merr burrin në telefon i thu vllai, kam për të bë tavanet varur, kam për të bë ndryshime të fshehta, kam për të bë banjon nga zero. I bën instalimet e gjithçka. Pllakat, shtrim në pllakave, gjithçka. Ta merr nga zero, s'ke nevojë mohalla kada valla. I thu për shembull zotëri, kam për të bë të zyrën, do ta transformoj në këtë lloj mënyre. Kam për të bë këtë punimin nga shtëpia, do ta bëj kështu. Pak a shumë, bim dakord me burrën e huaj, çmimet më të mira më konkurruese, kështu çfarë punime shkojnë bëu këtu. $1 ja kameraman, po kujdesen aty kom. Hiqi syzet, ti nuk shef pas syze. Shisi njitet. Hec më kapsol, njitu. Normale shok. Kameramani vetëm në kompjuter ka punu. Në të shkretit, në këra kurrizim ndërtim. Shi që alloj punime shkanë bu. Por pastërti absolute. Montim në spoteve. Vare tavanet e varura. Ndryqimet e fsheta këtu. Shivi që i qalloj ndryqim fshet ka bu. Këtu ndryqimi fshet. Punime gipsi janë më të mirë dhe janë mbi gjitha çuna punëtorë. Ha shpirë. Dominez. Minez lali odër bu? Ha. Lesës di minez. S'ka problem, ha. Ha, qatë nez mo? Ku? Edhe këte? Jo, e te provo, po? Ja, ndryqimi. Po si në t'i bo reklam elektricisit, pe bim gipsit. Se për shaka. Jo përshëndesim, dyrim, faqen me ta këtu dhe qatë do lloj pune që të keni nevoj, ju mirë presim.